natën e tretë kemi festivalin atë teatrin e Preshevës, gjithashtu me komedi. Natën e katërt kemi Gjilanin me dramë të rëndë sociale, do me thënë gjithandej ku është shfaq drama, publiku ka dalë duke qartë. Prandaj trenet do bëjmë të qeshim. Do lodheni duke qesh, mas andaj do qajmë pak, mas andaj prap do qesh. Prap do qeshim me teatrin e Gostivarit, njeriu që pa vdekjen me sy. Gjithashtu është një komedi për zgjedhjet lokale, që është shkruajtur para 200 vjetësh, por është si më shkruajtur në 2025. Atëherë i bie që programi i festivalit do ju ndihmojë për këtë votoni, a? Ty pa ato fenomenet. Nalt posh janë njëjtë krejt. Po. Në shfaqje janë krejt njëjtë. Po, do fitojnë ato hup? Në shfaqje gjithë hupin ose gjithë fitojnë. Aha. Atëherë ja vlen, na ke intriguar fort për me pa shfaqet. Edhe natën e 6 është teatri jon, teatri Nikoqir, që do të jetë premiera e Afërdita Neujut, edhe ajo është një dramë sociale. A ka karakter garus? Jo. Jo, nuk ka karakter garus. Mos i idhnojmë njerëzit, festivali është fest edhe le të festojmë 6. Le të bëhet fest atëherë.